këtë moment të ri, këtë segment të ri të fjejete që unë e kam quajtur në dhomën tjetër, do ta nis me një personazh që unë e dua shumë. E kam shumë për zemër, e kam pasur për zemër para se ne të prezantoheshim tek Paper Radio në 91.1. Dhe është Aleksi Itaj. Përshëndetje, mirëmbrëma. Sa po më pëlqen ky moodi kështu që të flasim qetë, se zakonisht unë kur bëj emisionin tim jam gjithmonë. Po. Emisioni yt ka tjetër ritëm. Ka të tjera ngjyra. Po disa herë është e nevojshme që edhe të shtrohet biseda edhe të flasim qetë, edhe hapur. Alex, unë të kam ndjekur, ose jam përpjekur të ndjek në të gjitha performancat e tua artistike. Dhe mbaj mend prej para shumë vitesh që kur të kam parë për herë të parë, e ke tërhequr shumë vëmendjen time. Jo aq në kuptimin artistik, ajo sigurisht që ka shumë rëndësi për ty, se sa doja vërtet të zbuloja si njeri. Edhe ndoshta po të bëj një pyetje që e kam pasur që para shumë vitesh. Kush je ti parole? Kjo është një pyetje shumë e vështirë, me thënë të drejtën, sepse mbase përgjigja do ishte edhe pak e mërzitshme. Nuk është. Do më thënë, deras na sfido. Jo, mendoj që përgjigja do ishte pak e mërzitshme, sepse unë në sytë e mi jam një person jashtëzakonisht shumë i thjeshtë. Jam një person shumë i rëndomt, do thonjza, do me thënë më pëlqen të bëj gjëra shumë të thjeshta, normale, që nuk është se madje e di një histori që më vjen në mendje momentalisht, që më ka ndodhur pa kohë më përpara. Doja të pija dhall, më kishte shkuar për dhall. Dhe shkoj në një byrë rektore, ble dhall, dhe atje rastis gjithmonë në këto momente, ishte një vajzë që ishte fansja ime. Dhe më pa që unë bleva dhallin dhe më tha, "Ua, Aleksi Itaj pi dhall?" I thash, po, ndonjëherë pi dhall edhe unë kur dua që të pi dhall. Është gjëja më normale në botë. Dhe kam përshtypjen që në jetën normale kam një jetë shumë të balancuar, ose më saktë përpiqem që të kem një jetë të balancuar, pa ato dramat apo ato egzagerimet. Madje më pëlqen për shembull që edhe tek e veshura ime të jemi veshur sa më komod të jetë e mundur. Dhe disa herë më duket disi e çuditshme, për shembull kur miqtë mi më thonë që shiko, do vishemi mirë që të dalim. Sepse do të thënë, për mua veshja mirë ose veshja në vetvete ka të bëjë gjithmonë me punën. Do të thënë, vishem për një personazh, vishem për një intervistë, vishem për një dalje në publik. Po vetë koncepti që unë të vishem mirë për të dalë për qef, më duket pak e çuditshëm. Kështu që i zhveshur Alex kush je? I zhveshur kam përshtypjen që jam një person shumë i ndjeshëm. Okay. Jam një person që përpiqem të përballem me pasiguritë e mia, sepse si çdo njeri tjetër kam edhe unë pasiguritë e mia. Dhe sidomos është e vërtetë ajo gjë që sa më shumë të dish për gjërat, aq më shumë pasiguri do kesh. Bekuar qofshin ata që s'din, sepse ata janë më, domethënë kanë më shumë siguritë e vetja. Dhe çfarë pasigurish ke ti? Pasiguritë e mia variojnë në të gjitha fushat. Madje pasiguritë e mia mund të fillojnë që nga ana profesionale, që sepse vetë profesioni im ka të bëj me vetbesimin, ose më saktë me konceptet, dhe konceptet nuk janë të shkruara në gur. Do me thënë, në momentin që ti ke një ide për një personazh, apo mënyrën se si ti e interpreton për një personazh, nuk ka mirë apo keq. Ka mënyrën tënde se si ti e interpreton një personazh. Dhe kjo gjë duhet absolutisht që duhet brenda vetes të ketë një sasi
të madhe vetbesimi. Edhe atëherë kur nuk është. Dhe disa herë ka momente që unë them, mos po ja fus kot, mos po, do me thënë, mos vërtet po ja fus kot dhe po bëj diçka, do me thënë që s'ka logjik, s'ka lidhje, nuk është e mirë, mbadje kur flasim për shembull për komedinë, mbase nuk bën për të qeshur, mbase janë të gjitha këto pyetjet në kokë që dalin. Dhe kam përshtypjen kjo vjen edhe nga natyra ime pakës perfeksioniste, që dua t'i bëj gjëra, domethënë, ashtu siç duhet, pavarësisht se jeta më ka treguar që realiteti nuk funksionon fare kështu. Fare. Sepse shpesh herë ato gjëra që bëhen virale dhe ato gjëra që pëlqejnë më shumë janë gjëra që ti i ke menduar më pak. Në momentin që ti, mua personalisht për shembull, ka gjëra që un kam bërë që i kam menduar me detaje, i kam kuruar me detaje. Dhe pastaj kanë dalë dhe okay, jam pëlqyer, po nuk është se kanë qenë ndonjë kush e di se çfarë. Dhe pastaj ke parasysh në një moment nga këto që ti ke bërë, ke luajtur diçka që ka qenë shumë domethënës për ty dhe njerëzit nuk kanë kuptuar atë që ti ke dashur t'i japësh. Absolutisht. Do të ndash një nga këto momente thjesht për ta konkretizuar pak. Po ka pasur, shiko, ka shumë ajo që të dhëm ndoshta më shumë që nuk është kuptuar. Shiko, mendoj fatmirësisht shumë nga gjërat që un kam bërë janë kuptuar dhe mendoj që është fati im domethënë që janë kuptuar. Për shembull, ka qenë duke përmendur për shembull personazhin e Vezirës. Ka qenë një zgjedhje deri diku edhe e rrezikshme që ta bëja si personazh. Dhe është një personazh që është kuptuar, është po them nga shumë njerëz, ose ka dhe njerëz që nuk e kuptojnë fare dhe thonë ç'është kjo, ose për shembull ka dhe njerëz që mendojnë që në një moment të caktuar jam bërë grua. Domethënë kam ndryshuar totalisht gjini, që për mua kjo është një fitore. Kjo është një fitore sepse në momentin që ti e detyron publikun që ti bëhet i vërtet ai personazhi, atëherë ti ja ke arritur detyrës tënde si aktor. Domethënë atëherë ti e ke totalisht bërë punën tënde si aktor. Dhe për shembull një nga gjërat që mua më ka surprizuar kur kam luajtur një shfaqje teatri, unë e dashuroj teatrin. Kam luajtur shfaqje Zyshe dashur me domethënë në teatrin e Elbasanit e kemi bërë, një shfaqje shumë e bukur dramatike. Unë kisha një personazh, se nuk më pëlqen të them personazh negativ apo pozitiv, po ishte konsiderohet personazhi negativ. Ishte ai personi domethënë që sakrifikonte çdo gjë dhe cilin do për interesat e tij. Dhe e kam shijuar pafund që e kam luajtur dhe një kolegja ime aktore ka ardhur edhe më ka thënë që më ke tronditur dhe më ke terrorizuar shumë, tha, dhe më ke çuditur, tha, sepse do të thënë i thoja vetes që po si ka mundësi që unë Aleksin e kam njohur, ai është gjithmonë një person shumë i qetë dhe kjo është puna e aktorit, domethënë. Kjo është puna e aktorit që ti të gjesh brenda vetes atë personazhin, atë pjesën si ta them unë, të besosh atë që personazhi beson dhe të nxjerrësh një figurë që nuk ka të bëj fare me ty si person. Kjo është. Folë për pasiguritë në profesion. Po. Që për mua është përgjegjësi, se nuk ka si profesion që ka një siguri kaq absolute. Nuk e dikton matematik, domethënë, po. Në art dhe në shkencat humane më duket pak e vështirë siguria absolute. Po në terma njerëzor, cilat janë pasiguritë që të shoqërojnë edhe që ndoshta i lufton, që mund të kesh sot, ose ato të dikurshmet mund të kesh sjedhur. Pasiguritë kryesore, domethënë, që un kam pasur, duke qenë se gjithmonë kam qenë një person që
kam menduar dhe kam vepruar jashtë kornizave dhe jo për zgjedhjen time, po se kështu jam gatuar, domethënë nuk mund të bëj dot ndryshe. Unë do t'i bëj gjërat sipas mënyrës time sepse nuk i bëj dot siç mund t'i bëjnë të tjerët, më kupton? Dhe kjo është mënyra se si unë navigoj, domethënë në jetën time. Dhe nuk ka një libër instruksionesh. Shpeshherë kjo më ka sjell pasiguri. Më ka sjell pasiguri sepse shumë gjëra që të tjerët për shembull mund t'i bënin shumë thjesht, unë mund të kisha probleme në mënyrën se si i bëj. Si punon me pasiguritë tua ti? E di si punoj. Për shembull, një nga gjërat që mua më ka dhënë shumë ankth, po në të njëjtën kohë edhe rrugëzgjidhje, e di cila ka qenë? Ka qenë momenti kur unë kam kuptuar prindrit e mi. Në çfarë kuptimi? Kur unë kam qenë i vogël, prindrit e mi kanë qenë busulla ime. Do me thënë, unë e dija që çfarëdo lloj pyetje që unë mund të kisha, ata e dinin përgjigjen. Dhe në shumicën e rasteve e dinin përgjigjen, sepse prindrit e mi janë njerëz jashtëzakonisht shumë të informuar, janë njerëz të gjithë ditshëm në thonjza, dhe unë gjithmonë e kam ditur që nëse unë kam një pyetje se si funksionon diçka apo se si bëhet një gjë, nëse e pyes ata do ma thon përgjigjen. Dhe në shumicën e rasteve ma kanë thënë përgjigjen. Duke u rritur. Se këtu fillon pastaj. Duke u rritur, sa më shumë kam parë botën dhe sa më shumë kam parë prindrit e mi, aty kam kuptuar që ata nuk dinë asgjë. Dhe ata përpiqen në më të mirën e tyre që të kuptojnë botën që i rrethon. Dhe aty unë kam kuptuar që jo vetëm prindrit e mi nuk dinë asgjë, po askush nuk di asgjë. Askush nuk ka atë librin e instruksioneve të shkruar. Askush nuk e di se çfarë do ndodh nesër. Askush nuk e di se si gjëra do shkojnë, se si jeta do çfarë kthesash do marrë. Çfarë ndjesish ishte kur zbulove që ata nuk dinin atë që ti do doje që ata dinin? Në fillim ishte panik. Do me thënë, në fillim ishte ankth. Në fillim ishte o zoti madh, jetojmë të gjithë në një kaos dhe nuk dihet, do me thënë nuk dihet çfarë do bëhet. Pastaj avash kuptova që ka një ndjesi sigurie te ky kaos. Dhe ndjesia e sigurisë është që le ti marrim gjërat shtruar. Le ti marrim gjërat avash. Nuk është e nevojshme që ti të mendosh çfarë do gatuaj sot për mëngjes edhe kur do plas yjësia e Siriusit dhe do na shkatroj neve si e ke parasysh. Okej. Do të thënë që po thua është që ti merr gjërat hap pas hapi, absolutisht. Dhe nuk nxiton të gjesh përgjigjen për atë që do të thotë. Jo. Madje un jam në paqe me veten time që shpeshherë disa gjëra edhe nuk kanë përgjigje. Dhe është okay që mos kem përgjigje. Është e vërtetë. Kur i fales pranove prindrit e tu? Si kur? I fale / pranove prindrit e tu. Se the që fillimisht ata ishin busulla jote, ti besoi që ata kishin përgjigje për gjithçka. Pastaj duke u rritur, që është adoleshenca, kuptove që ata nuk dinin asgjë. Po. Absolutisht. Un bëra paqe në thonjza me prindrit e mi atëherë kur kuptova që edhe ata janë njerëz të brisht. Do me thënë, nuk janë njerëz hekuri që e kanë çdo gjë të zgjidhur, e kanë si ekonomikisht, si mendërisht, si shpirtërisht, si aty kuptova që ata përpiqen me sa më shumë do me thënë të munden që ti bëjnë gjërat që të funksionojnë. Dhe aty unë e kuptova që një sekondë se kam të bëj me njerëz. Kam të bëj me njerëz që kam pasur histori jete, trauma, dhimbje, bagazhe do me thënë që vinë nga e kaluara e tyre, dhe shpeshherë edhe mënyra se si ata mund të veprojnë në një moment të caktuar ose në tjetrin, ka të bëj me mënyrën do me thënë se si ata i kanë përjetuar gjërat në jetën e tyre. Dhe aty unë kam mësuar se si ti jem më pak egoist. Sepse shpeshherë, sidomos në momentin e adoleshencës, një adoleshent nuk pranon që prindrit e vet të bëjnë gabime.
në momentin që shohim Ti se ke pranuar këtë gjë? Jo, absolutisht. Si çdo kam përshtypjen si çdo adoleshent në momentin që ti prindi është ai armiku jot numër 1 në thonjza. Dhe aty un personalisht e kam kuptuar që një sekond po tregohem un pak egoist në këtë aspekt, duke pritur që prindërit e mi të mos kenë asnjë tmet. Mos mbase po tregohem un pak egoist. Alex, jam kurioze. Si u bërë atyre me dije që ishe në paqe me ta? Nëse kishte, nuk ka qenë ceremonia me bindur, po në çfarë forma ti ja u bëre me dije? Unë ja u bëra me dije sepse fati im i madh është që unë gjithmonë kam qenë një person shumë verbal. Do me thënë kam qenë një person që jam munduar t'i shpreh me fjalë çfarë ndjej. Nuk e kam patur, tash kjo është edhe një çike lindur, kam përshtypjen për këtë arsye jam edhe merr me art, sepse di që atë çfarë ndjej ta vërtis në mendje dhe ta shpreh nëpërmjet fjalëve. Ta artikuloj. Dhe i kam ulur dhe kemi folur. Dhe madje dhe në momentin që ata mund të kenë pasur si të them unë, edhe mangësinë të shprehur që e kanë të gjithë prindërit e brezit të tyre. Me thënë të gjithë prindërit e brezit të tyre e kanë. Shprehjen e emocioneve. Shprehjen e emocioneve dhe sidomos shprehjen verbale të emocioneve, sepse për të shprehur emocionet e di ekziston ajo memja e famshme që kur ke probleme me prindrit, sidomos me prindrit ballkanas, të vjen gjithmonë një mollë e prerë. Që ajo molla e prerë, e ke parasysh që ta sjell me pak njalt është do bëjmë paqe, të kam shumë xhan, të dua shumë. Unë personalisht e kam pasur të nevojshme që kjo gjë të shpreh me fjalë. Dhe kemi arritur në pikën domethënë që kemi një marrëdhënie shumë të bukur diskutimi, që i flasim gjërat, i shprehim gjërat, sidomos ndjesitë e mira, sepse dreqi ta haj e kam vënë re këtë deficitin që ndodh në shumë familje shqiptare që janë pikërisht ndjesitë e mira që nuk shprehen, nuk e di se di pse. Dashuria, vlerësimi, nëse është edhe ajo gjëja tjetër pastaj që o bobo mos i themi këto gjëra se na zë syri keq. Se është edhe kjo gjëja që nuk të bëj komplimente se të marrim sysh. Ndërkohë që shpesh herë, sidomos fëmijët kanë nevojë. Të gjithë, jo vetëm fëmijët. Absolutisht. Të gjithë kemi nevojë. Kanë nevojë që ti thuash që një sekond se mund t'ja dalësh, ke talent, ke zotëron, domethënë këto gjërat që ti bën dhe mund t'ja dalësh. Je i aft për të bërë gjërat. Është e nevojshme. Alex, ka një moment të ditës që ti e ke për veten tënde, që është i hyti? Po. Është kam përshtypjen në një moment i ditës është mëngjesi. Në momentin që unë zgjohem në mëngjes, kur zgjohem në mëngjes? Nuk do pyesim. Shiko, unë mëngjesin e respektoj, edhe nëse mëngjesi është në 3 mbasdite. Në rregull, është mëngjesi. Në 3 mbasdite, se kur më thonë të gjithë që i them ora hëngra mëngjesin, jo, ke ngrënë drekën, jo. Kam ngrënë mëngjesin. Okej, pra mëngjesi është i yti. Çfarë bën ti? Mëngjesi është unë kam një ritual. Që gjithmonë do pija të çajin tim të zi me pak qumësht. Okej. Dhe ai është një moment shumë i rëndësishëm për mua, sepse me vedije të plot, unë e marr atë gotën e çajit, dal aty në balkon dhe them, ky është momenti më i bukur i ditës. Dhe ai është momenti më i bukur i ditës. Fantastike. Sepse ulem dhe them, mund të pëlcas dielli, ky është sërish momenti më i bukur i ditës. Jam unë me këtë çajin, e kam shumë qejf shijen e atij çajit dhe them unë do shijoj çdo glënk të kësaj, domethënë të këtij fixhani me çaj. Dhe funksionon gjithmonë. E besoj. Funksionon gjithmonë. Alex, humorin ti e përdor jo vetëm si pjesë profesionit, po ajo që u kam vënë re në aq pak situata sociale që kemi qenë bashkë, edhe si pjesë të një lloj mburoje. Nga çfarë mburohesh?
E ke vënë re që shpesh herë njerëzit që bëjnë humor ose komedianët më të mëdhenj të botës kanë traumat më të mëdha në jetën e tyre. Ndaj dhe të pyeta. Dhe është absolutisht është një mënyrë për të punuar me traumat e tua. Dhe shpesh herë duket sikur në momentin që ti përqesh traumat e tua, ja u heq atë peshën. Është një metodë katarsis që ti i nxjerr jashtë teje. Dhe është shumë, do të thënë ky koncepti që ti të qeshësh me dhimbjen tënde. Është o do qeshësh o do qash. Janë ato. A i ke bërë të dyja? Absolutisht. Okay. Dhe kam përshtypjen që është proces. Mendoj që me mua ka qenë kam qarë me traumat e mia dhe pastaj kam arritur në një moment që të qesh me traumat e mia. Sepse ajo është gjeneza e humorit. Është shumë e vërtet ajo që thonë në shkollën e aktrimit që një pjesë komedi mund të luhet shumë mirë si një dramë. Sepse në fund të fundit edhe komedia është një person që ka hall. Të marr shembull, Pallati 176. Pallati 176, gjithë qeshim, është batutat e jashtëzakonshme. Personazhi që luan Roland Trebicka, Jovan Bregu, është një personazh që ka një hall të jashtëzakonshëm. Ka një ambicie të frikshme brenda vetes që ai do të bëhet magazinier. Do të bëhet magazinier dhe është gjëja, domethënë që atij e ha shpirtin. Dhe kjo mund të jetë ose një komedi, mund të bëhet edhe film horror, po duash. Ke drejt. Dhe këtu pastaj është qasja që ti jep për ta bërë komedi apo për ta bërë dram apo edhe film horror. Më kupton? Dhe shpesh herë trauma vazhdon të jetë e zezë, vazhdon të jetë e rëndë, po qasja që ti jep është komike. E kuptoj. A të ka ndodhur ty që për një dhimbje, plag të ndën, ta kesh trajtuar me humor për shkak të shumë situatave, por mbasi ka mbaruar humori, takimi, çfarëdo që ka qenë, të ketë dhimbtur më shumë? Me thënë të drejtën, shiko, jo, kjo nuk është se më ka ndodhur ndonjëherë, sepse zakonisht me pjesët që unë kam luajtur, ose zakonisht, do të thënë me komedinë që bëj unë, e shkruaj unë. Kështu që normalisht edhe mënyra si unë i qasem temave të ndryshme, e bëj që unë të ndihem komod për ta performuar diçka apo për ta bërë diçka. Ka patur momente do me thënë kur unë kam performuar që mund të jem ndjer keq, edhe pse një moment që më vjen, po që nuk ka të bëj me personazhin që kam luajtur, ka të bëj me atë, si ta them unë, të këqijat e profesionit. Ka qenë një moment ku gjyshja ime, një nga personat që unë e kam dashur jashtëzakonisht shumë, ishte praktikisht në shtratin e vdekjes. Dhe unë duhet të dilja dhe të performoja dhe të bëja komedi. Dhe kjo ishte një nga momentet më të dhimbshme dhe më të vështira për mua që të dilja dhe të performoja në skenë. Dhe sidomos është ai momenti se aktrimi ose arti të lejojnë që të arratisësh. Dhe për ati një orë mbase unë e hoqa mendjen, sepse duhet jesh atje, duhet jesh prezent, duhet japësh gjithmonë atë 100% tënd. Dhe pastaj ai momenti kur ti kthehesh është shumë i dhimbshëm, sepse kthehesh në atë veshjen tënde personale, kthehesh në jetën tënde me ato problemet e tua dhe aty ti duhet të përballesh i çave hallet e personazhit, tash ti duhet të merresh me hallet e tua. Me hallet e tua. A ka pas momente kur njerëz kanë qeshur me ty me batutën tënde, por ti ke dashur që ata të kuptonin diçka tjetër? Absolutisht. Absolutisht, ka patur shumë momente që
un kam, domethënë, troqë më bete jam skandalizuar. Dhe jam skandalizuar sepse shpesh herë jo vetëm të numrat e mi që kam bërë, po edhe të elementet e tjerë, për shembull te portokallia. Që mund të jenë thënë batuta që janë batuta që sinqerisht të bëjnë të reflektosh, dhe pikërisht në ato batuta unë nuk do të prisja të qeshurat ose duar trokitjet, dhe kanë qenë pikërisht ato momentet që njerëzit kanë qeshur dhe unë kam qenë tipit. Çfarë ndjesia është? Është një Domethënë ato ndjesi. ti çka ke ndjer në ato momente? Jo, është një ndjesi, është fiksa ajo ndjesia që që nuk ja ke arritur, domethënë nuk ja ke arritur ta përcjellësh mbase ashtu siç duhet ta përcjellësh, ose shpesh herë e di çfarë është një gjë për shembull që mua më ka bërë gjithmonë përshtypje dhe më ka bërë të mendoj, po dhe më ka dhëmbur disa herë, po pastaj kam bërë paqe me të. E dhimbshmja e artit kur ti je një krijues është që askush nuk do ta kuptoj 100% çfarë ti ke dashur të thuash. E kuptoj. Askush. Dhe është okay. Domethënë është okay që njerëzit se nuk ta kanë për borxh. Domethënë nuk ta kanë për borxh. Ti bën një gjë dhe njerëzit do marrin esencën e eksperiencave të jetës së tyre, këndvështrimin e tyre për diçka që ti po bën. Dhe prandaj un jam 100% kundra pyetjes skandaloze dhe idiote që bëhet tek orët e letërsisë, që zysha thot çka ka dash të thot autori, që është pyetja më tmerrshme. Ti nuk e di, motor nuk e di çka ka dash të thot, nuk ke fjetur me autor, nuk ta ka thënë. E dim çka ka thënë autori kur autori ka thënë çka ka dash me thënë. Çfarë kupton ti nga kjo që ka thënë autori? Eksaktësisht. Okej. Eksaktësisht. Alex, nëse ti do kishe humorin, çfarë gjuhë do përdorje për të kuptuar njerëzit? Dramën. Në mos njërën tjetrën. Shiko, është shumë gjë, ja, për shembull këtë do doja ta sqaroja. E diti që unë në Universitetin e Arteve, deri në fund, deri në vitin e 5 në Universitetin e Arteve, mua më është thënë Alex Seitaj, ti je një aktor dramatik. Ti je një aktor dramatik. Humorin provoje, nuk mendojmë domethënë që nga të gjithë. E di, si vjen tek ty kjo gjë? Jo, unë e para punës, duke qenë se jam një person shumë kokfort. Okej. Të u vinte si sfid, u kështu, qa theti, po mirë janë të qofit. Okej. Dhe kjo, mos them që kjo ishte edhe një nga arsyet që unë jam futur humorit. Pikërisht sepse shpeshherë më është thënë që se bën dot. Alex, kanë kaluar 30 minuta që nga fillimi i kësaj interviste dhe kam përshtypjen që është momenti për të vendosur një këngë. Okej. Para se të kalojmë ke një moment tjetër që është fëmijëria jote. Cila këngë do të rinte për ty mirë këtij momenti? Do thoja, për para se të do thoja Bohemian Rhapsody nga Queen. Okej. Rikthehemi në emisionin Fije Jete. Ky është emision ndryshe nga ata të zakonshmit. Doma Matan. Në dhomën tjetër. Në dhomën tjetër. I ftuar i dhomës tjetër është Alex Seitaj. Alex, cili është një kujtim i fëmijërisë tënde që sa herë që të kalon në mendje të dhëmb? Një kujtim i fëmijërisë time që sa herë e kalon në mendje më dhëmb. Të dhëmbende, jo vetëm atëherë. Me thënë të drejtën, sikur s'ma dhëmb më shumë. Jo, është më tepër se sa kujtim, është një ndjesi. Është një ndjesi që fatkeqësisht e kam përjetuar, domethënë kur kam qenë i vogël. Ajo ndjesia e të qenit pa shpresë.
pa rrugdalje. Është një ndjesi shumë e keqe sepse as nuk mund të përcaktohet dot si me një fjalë, domethënë. Dhe ajo ndjesi zakonisht është një ndjesi që vjen e mbështjell nga ndjesia tjetër e të qenit vetëm. Ose më saktë të ndjerit vetëm, jo e të qenit vetëm. Sepse shpeshherë mund të jemi të rrethuar nga njerëz edhe të ndjehemi vetëm. Dhe kjo është një nga gjërat, domethënë, që kjo ndjesia e pashpresshmërisë edhe kësaj lloj vetmie, çfarë moshe ka? Nëse do jepi një moshë. Kam përshtypjen që ka qenë pikërisht mosha kur unë fillova të kuptoja që mendja ime nuk funksiononte si të tjerë. Që është cila moshë? Që është shkolla fillore. Domethënë të pjesa e shkollës fillore që ti ke edhe të bësh më shumë me njerëz të tjerë, sepse janë shoqet edhe shokët e klasës, janë të njëjtat sfida në thonjza, të njëjtat gjëra që kërkohen nga ty, dhe ti aty kupton që ti mendoke ndryshe dhe ti i percepton gjërat ndryshe, i ndjen gjërat ndryshe. Alex, nëse do takoja këtë Alexin në fillore, sot, çfarë do i thoja? E di çfarë do i thoja? Do i thoja thjesht që jam shumë krenar për të. Jam shumë krenar për të. Kështu do ja thoj. Me gjithë shpirt. Dhe e di pavarësisht periudhave të mbushura me dhimbje, domethënë periudhave shumë të vështira. Periudhave deri në pikën sa që kam menduar dhe kam qenë shumë i hapur edhe për këtë temë, po kam menduar edhe zgjedhje të tmerrshme, të rënda, domethënë për jetën time. Një nga gjërat që unë sinqerisht i them vetes time faleminderit është që unë nuk kam bërë kur kompromis me asgjë. Në çfarë kuptimi? Unë gjithmonë kam dashur të bëj gjërat e mia. Okej? Të dal të këndoj një këngë, të dal të interpretoj një poezi. Në mendjen time ka qenë, dhe për këtë i them vetes time faleminderit. Edhe sot e kësaj dite i them bravo qoftë. Thoja, okay, do dal. Me shumë mundësi do tallen me mua. Me shumë mundësi do më përqeshin për muaj të tërë, mbas ku di unë, performancës që do bëj apo ku ta di unë se çfarë. Dhe kur nuk jam stepur që të dal. Pavarësisht se di që do të tallën, që do të përqeshin. Pavarësisht se di. Wow. Kjo është një nga gjërat, sinqerisht, kjo është një nga gjërat që jam shumë krenar për veten time, sepse sot e kësaj dite kur e mendoj them, wow, dhe e di çfarë është një nga gjërat, sepse do të them tani që e mendoj. Në ato momente ndihesha kaq i dobët. Ndihesha një person jashtëzakonisht shumë i dobët. Dhe tani kur e mendoj, kam thënë, çaj dobët po vlla. Do të thënë të kesh gjithë botën kundra, dhe ti të zgjedhësh, dhe të dalësh, dhe të bësh atë që do të bësh me një kokë fortësi, do të thënë, është një nga gjërat më të fuqishme, është një fuqi e jashtëzakonshme. Shumë e fuqishme është. Po tani do të thënë e kuptoj këtë gjë. Është e admirueshme në fakt. Fuqia dhe forca që ke gjetur për të dalë kundër gjithë botës. Kam qenë me fat, edhe këtë e them. Do të përveç se i fuqishëm ke qenë edhe me fat. Kam qenë me fat dhe një fëmijë apo edhe një adoleshenti nuk duhet absolutisht që ti kërkohet në thonjze, domethënë, që të ketë këtë forcë, se nuk duhet ta ketë këtë forcë. Okej? S'duhet ta ketë këtë forcë. Duhet jetë lëmsh, duhet bëj gabime, duhet ja fusi kot,
Duhet jeti pasigurt për veten. Nuk i kemi përgjigjet brenda vetë. Drejt që ta haj një person që është 13 vjeç, nuk di çfarë po bën me jetën e vet, nuk di kush është, nuk di çfarë do bëj. Ndërkohë që kudo jashtë njerëzit i thonë që kjo është gabim, nuk duhet mendosh kështu, nuk duhet më lër ta gjej. Më lër të kuptoj dhe unë se çfarë drejtim po ndodh me mua. Dhe kur thuaj me fat? Ja, e di pse jam me fat. Sepse sot e kësaj dite jam gjallë. Okej? Dhe shumë njerëz të tjerë mbase nuk e kanë, nuk e gjejnë këtë forë. Unë nuk e di nga ka ardhur kjo forë. Unë se di nga ka ardhur. Është e jotja. Okej. Shumë si ka gjim. Mbase në një moment nuk do ishte. Mbase një person tjetër do ta bëja atë hap të tmerrshëm dhe sot nuk do jetë këtu me ne. Prandaj po them që nuk është jam me fat sepse situatat që unë kam kaluar në jetën time nuk kanë qenë normale. S'kan qenë normale. Shumë të rinj sot e kësaj dite kalojnë situata që nuk janë normale, me bullizim në shkolla, me probleme të jashtëzakonshme ku njerëzit i shtyn për të marrë disa drejtime kur as ata vetë nuk e din kush janë, çfarë po bëjnë me jetën e tyre. Dhe mbase këta njerëz nuk e gjejnë dot atë forcë që unë e gjeta. E ke, Alex, nuk e gjete, e ke. Mirë, e kam. Për të kthyer ke këto kujtimet, a ka ndonjë moment në jetën tënde apo ndonjë kujtim apo ndonjë ngjarje që ti të doje shumë mos kishte ndodhur? Shiko, unë e kam menduar këtë dhe me thënë të drejtën, përgjigjja e kësaj pyetje edhe më tremb pak, e di pse, sepse mua më pëlqen ky që jam sot. Okej? Do të thënë, më pëlqen, jam shumë në paqe me veten time dhe sepse kam punuar për këtë ditë kemi punuar. Dhe disa herë, diçka mendoj, them, po sikur të kisha për shembull një fëmijëri apo një adoleshencë më të qetë, do isha kështu siç jam. Megjithatë ti ke kaluar shumë. Absolutisht. Dhe pyetja ime është për ndonjë ngjarje specifike, jo për të tërën, që kur e kujton edhe sot të dhëmb. Që mund të ishe po njësoj njëjti dhe pa të ngjarje ndoshta. Kam përshtypjen e di çfarë është një nga ngjarjet për shembull që do doja që të ishte ndryshe. Kanë qenë momente ku sigurisht në jetën time që nga fëmijëria ime deri në adoleshencë kam më është dashur që të përballem me një bullizim të jashtëzakonshëm. Dhe deri në një pikë kuptoj, sepse kam patur të bëj me fëmijë të tjerë, nuk është normale, absolutisht nuk është normale. Po gjëja që do doja të ndryshoja ishte momenti kur disa nga mësuesit e mi ose kanë mbyllur syt kundrejt këtij bullizimi, ose janë bërë pjesë e këtij bullizimi. Këtë do doja të ndryshoj. Dhe ke shumë drejtë. Sepse disa herë kur ti ke të bësh me moshatarët e tu që të bullizojnë, sigurisht është e dhimbshme. Po pastaj kur futen të rriturit, aty pastaj bëhet e pashpres. E pashpres. Është shumë e vërtetë. Dhe shpresoj që sidomos për sa i përket se sidomos mësuesit janë edhe figura autoritare. Okej? Dhe është shumë e nevojshme që ato figura autoritare që ti respekton, se normalisht i respekton, kthehen kundër teje, aty pastaj fillon një problematik tjetër. Nëse do përballeshe me ndonjë nga këta mësues që ti ke në mendje. Po. Sot që do t'i thoje? Do t'i thoja që ka dështuar. Ka dështuar në profesionin e vet. Ka dështuar në profesionin e vet dhe është ajo që e thash edhe pak më përpara që si t'ka bërë ty ai mësues apo mësueset ndjesh?
10 fishin më keq se që ndihesha, sepse në atë moment ti kuptojnë që nuk ke, s'ke përkraje. Do me thënë nuk ke përkraje, sepse logjikisht në momentin që ti je fëmijë dhe ke një problem me shokët edhe shoqjet e klasës, një nga gjërat e para që të vjen në mendje është që do shkoj ti drejtohem mësuesit. Në momentin që dhe mësuesit e pastaj të del kundra, aty ti kuptojnë që një sekondë, që kam i vetëm në këtë lojë. Që kam i vetëm, nuk pas kam asnjë lloj pike mbështetjeje në këtë vend që presupozohet të jetë vendi i sigurt, që shkolla. Dhe aty pastaj fillojnë problemet e tjera, fillojnë problemet që të shpifet shkolla. Në momentin që të shpifet shkolla, të shpifet të mësuarit, që për mua nuk ka qenë problem sepse historikisht kam qenë një nerd i papar dhe kam patur qef që të Po, ti ke drejt. Ka fëmijë të tjerë që afektohen, preken shumë ka fëmijë të tjerë që afektohen, ka fëmijë të tjerë që pastaj marrin vendime të mërshme për jetën e tyre. Kupton? Se te unë doli në mënyrë kreative. Te shumë fëmijë të tjerë del në mënyrë destruktive. Dhe pastaj është ajo pyetja e famshme që bëhet që po pse sillet kështu? Më lejo. I'm gonna spill the tea, kur I thon. Do t'rregoj një nga gjërat që nuk do ta harroj kurrë nga një nga shkollat e mia. Kur një miku im e theu, memoria të bankën e shkollës edhe e theu. Dhe pak kohë më përpara ai më kishte thënë mua që kishte qef një gocë atje. Dhe ajo nuk ja varte. Dhe ai e mori atë bankën dhe e theu, dhe unë me një naivitet shumë e ke parasysh për fëmijë. Shkova te psikologu I shkollës. Edhe I thash të lutem foli, I thash sepse ka nevojë të flas. Dhe psikologu I shkollës më ka thënë, nuk më pëlqen të flas me atë, ai është problematik. Më falni për shprehjen. What the fuck? Në qoftë se s'do flas psikologu I shkollës, në qoftë se nuk do flasësh me nxënësin problematik, me kë do flasësh? Po ne. Është e tmerrshme. Më vjen vërtet keq. Me kë do flasësh? Me atë që është me 10 dhe ka jetën, e ke parasysh është I paqt, është vjen. Më vjen keq për vetmin që të rriturit të kanë bërë të ndjesh në ato momente, dhe sigurisht më vjen keq që si në çdo profesion dhe në profesionin tim gjenden njerëz që harrojnë pse janë për këtë punë. Harrojnë pse janë për këtë punë. Ku I gjen forcën për dalë para publikut edhe kur je kështu në ditët e tua më të thyera? E di ku e gjej forcën? Te dashuria. Dhe këta e them me plot gojë. Unë e dua këtë punë. E dua mesazhin që unë them. Dhe jo vetëm mesazhin, po e dua dhe forcën dhe kuptimin që kjo punë ka për shumë njerëz. Se nuk dua, sinqerisht nuk dua që të prekem dhe të emocionohem. Po ti nuk e ke idenë se sa shumë mesazhe më kanë ardhur për sa I përket krijimtarisë time. Mesazhe që më kanë thënë që më ke ndihmuar në një moment shumë të vështirë të jetës time. Më ke ndihmuar edhe të heq mendimet e vetvrasjes, praktikisht. Dhe për ta lidhur me diçka, domethënë me atë që folëm më përpara. Unë në jetën time kur kam qenë I vogël, kam dashur që të kisha një pikë referim. Dhe nuk e kam pasur. Sepse me thënë të drejtën, në showbizin shqiptar, nuk është se ka qenë ndonjë person që e ka celebruar të qenurit I çuditshëm. Do me thënë që jam I çuditshëm po vëlla. Mendoj ndryshe, kam influenca të ndryshme arti dhe do I celebroj këto ngjyra të ndryshme, le të themi që un kam. Nuk jam, si është ajo, nuk jam reper I gangster që këndon, nuk jam ajo vajza hot sex, pavarësisht se me vezirën, nejse. Po që gjithsesi, do me thënë është ato imazhe për shkakun që unë I shifja tipi David Bowie. Që se unë si ka mundësi kë ekziston në Shqipëri, asisht e fare. Dhe më vjen mirë që unë jam bërë
ai artist që vetja ime e vogël do e kishte parë dhe do kishte thënë, oh, okay, puna e këtij artisti po më flet, edhe po më ndihmon të mendoj që një sekondë se jam okay. Jam okay, edhe unë. Dhe kjo për mua është një nga gjërat më të rëndësishme të profesionit tim. Kështu siç e shtrove, është absolutisht shumë e rëndësishme. Do të thënë impakti dhe disa herë ai edhe nuk e kuptoj, madje shpeshherë edhe nuk e kuptoj. Dhe kur njerëzit më shkruajnë ose më takojnë, ka patur momente që për shembull njerëzit më kanë takuar dhe një rast nuk do ta harroj kurrë, që thjesht ka ardhur një vajzë dhe më tha, të lutem, tha, a mund thjesht të përqafoj? Dhe më ka përqafuar dhe ka filluar të qaj. Dhe vazhdonte që edhe unë nuk e lëshoja, sepse e ke parasysh mu dhimbs. Dhe pastaj më ka thënë thjesht faleminderit. Edhe ka ikur. Dhe atje unë thash, okay, është, do të thënë, my job here is done. Do të thënë, absolutisht. Nëse lumturia është e drejtë, siç e quan ti, se po të citoj ty, jo privilegj. Cilin moment do quaje provën tënde të parë të kësaj të drejte? Prova ime e parë ka qenë momenti, se tash ti ngëllon një çik klishe, po ka qenë momenti i parë që unë kam dalë në skenë për nivel personal, Alex. Si? Nivel personal. Jo, ka qenë nivel personal. Në nivel personal ka qenë kur ke dalë në skenë? Jo, kur kam dalë në skenë në moshën 17 vjeçar. E di pse? Sepse para kësaj kam dalë në skenë, kam bërë gjëra. Nuk e kam menduar, unë e kam zbuluar që unë e dashuroj këtë profesion shumë vonë. Pikërisht në moshën 17 vjeçar. Okay. Dhe më përpara kam qenë okay, është hobi, nuk më kupton, do të thënë nuk ai ka qenë momenti i parë që unë e mbaj mendsi tani, ishte edicioni i parë i Rin Fest në Korçë. Dhe të gjithë kishin zgjedhur nga shkolla, do të thënë që të bënin diçka. Dhe unë zgjedh të bëj një monolog dramatik. Do me thënë që këtu, kur e mendoj, të bësh një monolog dramatik dhe publiku janë adoleshentët e gjithë shkollave të qytetit, që këtu është dështim. Mirë po unë kisha rënë në dashuri, prandaj po them është ajo dashuria e madhe. Kisha rënë në dashuri kaq shumë me këtë material. Po kaq shumë. Çfarë material ishte? Ishte një monolog që unë e kisha nxjerr vetë nga një libri i Jim Carroll, që quhet The Basketball Diaries, që më pas është luajtur nga Leonardo DiCaprio, që ishte ky i ri, adoleshent, që luante basketball, drogoj, që në moshë të re filloi të drogoj, po kishte këtë anën e vet që shkruante poezi, këtë anën e vet kaq të brisht, kaq të pastër, që gjithmonë sigurisht e mbante fshehur. Dhe më vonë domethënë nxori që u bë ai ikona e New Yorkut, poeti i madh, dhe unë kisha bërë këtë monologun dhe unë këtë monologun e dashuroja. Dhe unë mbaj mend, kam dalë në skenë, nuk më interesonte se si do reagonte publiku. Fare. Sepse dashuria që kisha për këtë materialin ishte kështu, more të bëjnë çfarë duan. Nuk më intereson. Dhe unë mbaj mend thjesht kaq, që kam dalë në skenë, ka patur, qeshura çap. Dhe pastaj mbaj mend që unë kam pasur një blackout total. Dhe në fund të pjesës mbaj mend vetëm që isha i mbytur në lot, duke qarë, dhe salla ishte një heshtje. Varri, do me thënë, ishte një heshtje e frikshme. Dhe e mbaj mend kur mbarova materialin, do të thënë që mbarova monologun, pash që gjithë ishin heshtje, dhe thash, po, qa po ndodh, qa kam bërë, e ke parasysh? Dhe aty pastaj ka plasur një duar torkitje që unë isha në herë, nuk mora vesh qa bëra, qa ndodhi. Dhe aty kam përshtypjen, unë kam qenë për herë të parë në jetën time në një kontakt të zhveshur nudo me pjesën time artistike. Aty unë e kam lënë shpirtin tim kështu totalisht hapur. Dhe në përballë një publiku me më shumë se 500 njerëz. Dhe aty unë kam shijuar lirinë absolute. Ai ka qenë momenti që unë thash, okay, jeta ime mori sens.
Jeta ime mori kuptim. Unë jetën time do bëj këtë. Unë e dashuroj këtë. Fantastike. Fantastike. Alex, unë do doja të kisha pak më shumë kohë të flisnim bashk. Vi prap. Dakor. E marr me qera këtë dhomën. Këtë dhomën tjetër. Dhomën tjetër, po. Nëse fije jetë do të ishte një letër e shkruar për ty, cila fjali do doje të mbetej si përmbledhje e historisë tënde? Është një shprehje që unë ja kam thënë vetes shumë herë. Dhe që do doja ta ndaja këtu me ty. Kam thënë, nuk mund të them që jeta ime ka qenë e lumtur. Nuk mund të them që jeta ime ka qenë e keqe. Po e vetëm gjë që mund të them është që jeta ime nuk ka qenë e mërzitshme. Jo, mënyra se si ti e sjell atë. Jo. E vetmuar, e trishtuar, pas pak e mërzitshme. Asnjëra e mërzitshme. Alex, unë të falenderoj shumë për kohën, lotët që gëlltite, përgjigjet që dhe. Dhe do doja që edhe këngën e fundit, para se ta mbyllim këtë emision, ta zgjidhje ti. Atëherë për këngën e fundit, shikoj, e para punës para se të mbyll emisionin, do doja unë të falenderoj aty. Sepse gjatë emisionit ti mund të përmend pafund. Sepse dashuroj emisionin tënd, dashuroj personin tënd, edhe mënyrën se si flet me njerëzit, se si je kaq e afërt. Ne kemi patur mundësi që në momentin e parë që jemi takuar, unë kam folur me ty sikur njiheshim prej 30 vitesh. Shumë vërtet. Dhe kjo është një aftësi e jotja që unë të përgëzoj. Për këngën do doja të zgjidhja Let It Be nga Beatles. Fantastike. Dhe thjesht ta marrim jetën qetë dhe ti marrim gjërat avash si të vinë. Nga dhoma tjetër. Nga dhoma tjetër. Natën e mirë. Natën e mirë. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.